Deri në 17 vjeç jemi në raundin e dytë Liga B4. Shqipëria do të jetë në grup dhe mirëpret Luksemburgun dhe Islandën sot përballë Islandës, sot përballë Luksemburgut. Në tetor në ndeshjet që janë luajtur në Elbasan Arena, Shqipëria e trajnerit Agustin Kola është mundur 5-2 nga Maqedonia e Veriut dhe 6-0 nga Kosova, por ka fituar me Moldavin 9-1. Dhe e para e këtij grupi siguron pasaj pjesëmarrjen për edicionin e ardhshëm në Ligën A të Kampionatit Evropian të moshës deri në 17 vjeç për femra, finalet e cilit zhvillohen në muajin qershor. Shqipëria zbret sot në fushën e lojës me një formacion me sistemi 4-3-3, ndër portierja Mone, në mbrojtje nga e djathta në të majt Nika, Ndoci, Kadiolli, Bari, në mesfush Gjonaj, Allushi dhe kapitenja Vasa, e në sulm Brahaj, Ago e Bushati. Të gatshëm për trajnerin Kola janë portierja Berberi, Rashiti, Stalaj, Hysa, Sulemani, Hasaj dhe Ndoci. Përgjigjet Luksemburgu me 4-2-1-3 në Port Jung, në mbrojtje në të djathtë Bershelt, më pas të qendër të mbrojtjes Boruzo, Djederish dhe Flamang në të majt, përpara tyre Konsbruk dhe Mini e motutje numri 10 kapiteni i skuadrës Schmidt në mbështetje të treshës së sulmit, Schuler, Merlevete dhe Alves, të gatshëm në sulmin e rezervë për trajnerin Daniel Santos, janë portiera Schmartz, Elia Schmidt, Silva Moreira,
Hopt, Tenra dhe Radzovic. Ndeshja gjykohet nga norvegjezja Zangene, asistentët të saj Nimoen dhe Kroatia Pejic dhe arbitre 4. Kumer nga Kroacia, delegate UEFA-s, Ukrainasja Zvitjana Shkil. Në krahun e majt të ekranit, me fanellët kuqezi kombëtarja e Shqipërisë dhe në të djathtë Luksemburgu, madje Luksemburgu do të luajë edhe topin e parë nga qendra. Në datën 18 ponor 11:30 do të luajë Islanda me Luksemburgun dhe në datë 21 Shqipëria me Islandën për të mbyllur këtë raund të dytë të kualifikuesve të kampionatit evropian Liga B, grupi B4. Jemi në rivendje anësore për Luksemburgun. Flamang. Luhet në rreshtet e shiut në arenën kombëtare. Është një mërkur me kohë të vranët në kryeqytet. Mundo të ndërtoj kundër sulmin në Shqipëria, por ka mbyllur kapitenja Vasa dhe tjetër rivendje me duar për Luksemburgun, por në krahun e djathtë të sulmit të tyre. Rivendje fundore nuk përdon asgjë në këtë sulm Luksemburgu. E gjithçka nis nga portieri Amone, që luan shkurtazi për Nikën. E ka gabuar në pasim Nika Schmidt. Megjithatë, e rindërton kundër sulmit Shqipëria me numrin 8 Gjonaj. Gjonaj. Bari. Ndërhyrja vendimtare e Nikës, megjithatë topi është në kontrollin e skuadrës Luksemburgut. E ka marrë mirë me gjoks njëra për lojtarët të Luksemburgut, vetëm rivendje fundore. Mundohet të shtyjë përpara skuadra e Luksemburgut, të jetë në gjysmë fushën e Shqipërisë për të vënë në vështirësi kombëtarin tonë. Tjetër pasimi gabuar, tjetër përsëri momenti i kontrollit të topit nga luksemburgaset. Vasa. I vjen më pas Kadiolli në ndihmë të mbrojtjes për të kaluar topi përpara, por ka gabuar në pasim. Kjo mundësi e luksemburgazëve ma gjatë topi ishte numri 16 Baruzo. Bushati përsëri topi në këmbët e lojtarëve të Luksemburgut. Kanë kaluar 2 minuta e parë të ndeshjes, jemi në shifrat e barabarta 0-0. Brahe, në kundërshtim skuadra e Luksemburgut mbyll mirë zonën Vasa. Si kundërshtubi, por që kanë marrë me njëherë lojtarët e Luksemburgut ishin numri 3 Flamang, që kanë mbyllur zonat. Dy luftime në mesfush. Ka faul. Ndërhyrja e Minit është konsideruar faul nga norvegjezja Zangene. Dhe dënimi për Shqipërinë në kufit e rrethit të mezit fushës. Nika. Nuk arrin topi i Bushatit për Gjonajt, sërish në kontroll luksemburgasit me kapitenin Schmidt, megjithatë Nika është aty. Prekja fundit të shëlletarëve të Luksemburgut dhe vetëm rivendje fundore për Shqipërinë, por gjyqtarja Zangene e ka vlerësuar që ishte prekja e Nikës e fundit dhe vjen kështu goditja e parë nga këndi për Luksemburgun. Në 4 minuta lojë.
godit e këndi në krahun e majtë të sullit të Luksemburgut. Arkimi në zonë, edhe njërë kapitenja Schmid, me mbyll Ago, përpiqet të dalë në kundërshtim Shqipëria. Kadiolli ndërhyrja fundit e Mikeshave, rivënjansorësh për Shqipërinë. Kadiolli. Të mundësi kundërsulmi nuk arrin më pas Allushit të vërë në lëvizje pjesën tjetër të skuadrës. Mbyll Nika. Kadiolli. Tjetër rivënjansore. Është të detyruar Shqipëria të rreshtohet me forca të shumta në mbrojtje. Luksemburgu e ka imponuar presionin e vetë që në minutat e parë, por nuk ka qenë konkrete në portën e mbrojtur nga Mone. Ago. Rinis gjithçka për Mikeshet nga portierja Jung, cila përpiqet të vejë në sulm në lëvizje bërshejt, por ka rivënjansore për Shqipërinë që merret me ngadalë nga Bari, Laura Bari. Janë shuar dhe reshët në arenën kombëtare. Gjyqtarja Zangene që kërkon respektimin e vendit ku ka dalë topi për rinisjen e lojës. Bërshejt, Schmid. Është vendosur të luajë në krahun e djathtë, por shumë i fortë topi i numrit 11 Konsbruk, vetëm rivënjansore për Shqipërinë. Edhe një herë tjetër kërkohet kryerja e rivënjansore, por tani më kanë ndruar duart është për lojtarët e Luksemburgut. Përgjithsisht 7 minuta pas një emocion në arenën kombëtare. Ndërkohë që në 22, 25 dhe 28 mars ky stadium do të jetë arena Elite Round për kombëtarën e moshës deri në 17 vjeç të djemve, që drejtohet nga Ervin Bulgu dhe që sot ka nisur grumbullimin në Durrës. Do të jetë përballë Francës, Zvicrës dhe Letonisë. Me shpresën që do të jetë në finalet e kampionatit evropian. Por më le të përqendrohemi tek kombëtarja e femrave të moshës deri në 17 vjeç. Ndërkohë që kujtojmë që Shqipëria do të jetë sërish mikpritëse e një tjetër grupi të Ligës B për të futbollit të femrave në prill për moshën deri në 19 vjeç. Brahaj. Nuk mbrim pasimin në thellësi të mbrojtjes së Luksemburgut. Ka dhe faull ndërhyrja e Allushit. Lëviz topin vertikalisht dhe horizontalisht të Luksemburgut. Flameng. Është dhe numri ndërhyrja vendimtare e Djederish, përsëri rivënjansore për Shqipërinë, por këtë herë në zonën në gjysmëfushën e Luksemburgut. Merret nga Vasa. Ka shumë gabime nga të dyja skuadrat. Dhe duhet pritur shumë kohë për të parë një gjojje ndërhyrja Nikës rivënjansore për Luksemburgun. Edhe një tjetër të rresh vëmendjen gjyqtarja norvegjeze Zangene
për lojtarët e të dyja skuadrave që rivënia anësore duhet ekzekutuar aty ku ka dalë topi, tjetër rivënia anësore për Luksemburgun në kufijtë e zonës rrepsisë së Shqipërisë. Në krahun e djathtë sulmit të mikeshave. Dy pjesë lojë nga 45 minuta. Këtë herë tjetër rivënie fundore e nis nga portieri Amone për Shqipërinë. Ka vështirësi Shqipëria për dalë nga zona e rrepsisë. Beshejt. Nuk arrin kapiteni Schmidt edhe një herë tjetër ndërton kundër sulmit Shqipëria me numër 20 Brahaj e mban gjatë topin dhe pastaj gabon në pasim. Me jetë edhe një herë tjetër Vasa. Vasa, shef Kadiolli në krahun e majt. Përpiqet Kadiolli të marrë krahun për shkuar në fundore dhe të arkoj, mbori ka dalë topi jashtë kontrollit. Ka dhe preke nga lojtarët e Luksemburgut, kështu që rivënia anësore do të jetë për Shqipërinë. Ago. Nuk bën më shumë se sa një apo dy pasime. Edhe pasaj gabojnë, kështu që në rivënia anësore ka ndruar duar ato për Luksemburgun. Mbyll ndika. Flamang. Ndërhyrja e Gjonajt, edhe një tjetër rivënie me duar për Luksemburgun. Flamang. Topi është për numrin 11 Konsbruk. Më pas Bernshade. Vjen Ndoci për të mbyllur. Bushati. Në kundërshtim Shqipëria, por shumë i thellë dhe shumë i fortë ai pasim. Nuk mbrin dot Gjonaj për të shkuar në krah dhe të harkuar. Kështu që dorëzohet topi shpejt e rivënia anësore është për Luksemburgun. Jemi në kufijtë e 12 minutave lojë, gjithnjë 0-0. Gjonaj. Djederish që e kthen topin tek portieria Jung. Doci. Ja ka rëmbyer topin kundër sulmit shpejt i Luksemburgut. Goditja dhe goli i parë për Mikeshat. Gabon Doci dhe vjen goli i parë për Luksemburgun në minutën e 12. Kanë shfrytzuar maksimalisht gabimin në mbrojtje të lojtarëve tona Mikesha e Luksemburgut. Do të shohim edhe se cila është autoria e golit. Besa duket është numri 2. Është numri 17, pra merr levede në minutën e 12, 0-1 për Luksemburgun. Rivënia anësore për Shqipërinë. Pra gabojnë Ndoci në atë kthim topi e merr levede nuk ka falur përballë portieres Mone. 0-1. Rivënia fundore për Luksemburgu.
Tani më do duhet jetë ajo, kombëtari jonë që duhet kontrolloj lojën për gjetur sa më shpejt barazimin. Brahaj. Rivën janësore, nuk arrin Kadiolli. Topi në zonën e rrepsisë së Luksemburgut. Edhe një herë tjetër largon me forcë kapitenja Schmid rivën janësore është për Shqipërinë. Ka faul, por nuk ndërhyn gjyqtarja Zangene, kërkohet dhe asistenca mjekësore. Pra 1-0 për Luksemburgun me golin e Merlevedes në minutën e 12. Gjithçka gati për të rinisur lojën. Topi është kthyer, ka megjithatë mund të përfitojë Shqipëria me Gjonaj. Çakullohet topi Gjonaj. Gjonaj edhe një herë i drejtohet zorës së rrepsisë së Luksemburgut. Ka faul ndërhyrje lojtarit tonë ndaj numrit 2 të Luksemburgut. Bershejt është konsideruar faul. Jederish. E Kadiolli në dëgjuarjen e ecjes sipër, por topi jashtë. E ndërkohë ndërhyrja është konsideruar faul, kështu që kemi edhe karton të verdhë për Luksemburgun e para në këtë ndeshje. Jemi në minutën e 17. Edhe një herë tjetër, stafi mjekësor i Shqipërisë në fushën e lojës. Është ngritur Kadiolli. Një mur prej një mur për 4 lojtarësh të Luksemburgut. Pranë topit është numri 20 Brahaj, që do të provoj Brahaj. Ky top drejtë në duart e portierës Jung. Pra, 19 minuta lojë, Luksemburgu në avantazh.
largon Doci për të mos rrezikuar më tepër rivën jansor për Luksemburg. Ago. Më pas Gjonaj. Ky topi Bushatit thuajse pa adresë, megjithatë Ago largojnë me forcë luksemburgeset. Ishte më pas dhe Bari. E mban topin Ago. Ago. Vjen dhe Bushati. Vasa. Vasa nuk arrin të gjej momentin për të goditur. Më mundohet me levete, ka mbajtur brenda vijave kufizuese të fushës, topi kontrollohet nga lojtarët kuqezi. Por dorëzohet me njëherë. Me levete. Tjetër kundërsuan dhe përballë portierës Mone është numri 2 Bershejt. Bershejt ka goditje këndi, por është kontrolluar gjithçka nga Mone. Gjonaj. Jetë të vendosura mirë, mbyllin të shpejt zonat e rrezikut lojtarët e Luksemburgut. Brahaj. Vasa. Schmid. Shmang bukur numri 7 Bushati. Bershejt. Ndërhyrja e Nikës, topi për Bushatin. Nuk e kontrollon si duhet numri 16 Allushi. Bershejt. Schmid ka zonën e lirë për të udhëtuar për të së mbrojtur nga Mone që kontrollon mirë goditjen e kapitenës. Ndërkohë që në ndihmë të sulmit është edhe Alvesh. Largon Vasa, rivendja jansore. Merlevede. Flamang. Schmid. Edhe një tjetër Merlevede. Merlevede në këtë gjuhëtje në se sipër që është penguar nga këmbët e lojtarëve kuqezi. Topi kontrollohet nga portierja Mone. Brahaj. Topi që shkon tek Gjonaj, por gjithçka kontrollohet nga portierja Jung. Alvesh. Vjen edhe Flamang, por kontrollon Gjonaj. Schmid. Ndërton kundërsuan me Luksemburgu. Nuk arrin topi të Merlevede edhe njëherë Schmid. I rivendje fundore. Mone. Nika. Gjonaj. Ago.
Blokohet për një qasë edhe i Gjona, vjen pasaj Alves. Topi tek Djederish, që e këthen shumë metra pas tek portiere Jung. Djederish. Alves. Flamang. Alves në krahun e majtë. Alves. I ka ikur në numri 2 Bari, edhe njërë Alves në pritet krosimi, por ka pozicion jashtë loje. Minuta 25, gjithë një gjë 0 për Luksemburgu me golin e Merlevedis në minutën 12. Riva njësore për Shqipërinë. Bari do të luaj këtë riva njësore. Mbulohet mirë Ago, prekja e fundit është e Luksemburgase dhe kështu që kemi tjetër riva njësore për Shqipërinë. Bari, Ago. Bushati, pa adresa i top kontrollohet gjithçka nga Jung. Nëse do t'ishe treguar më vëmendshme Kadiolli dhe mund të kishe përfituar, sepse u detyrua ta rrëmbej topin me vështirësi Jung, edhe pse e kishe në kontrollin e plot. Rivën njësor për Shqipërinë. Vasa. Nuk ardhin pasaj Bushati, edhe Ago. Alves e ka mbajtur brenda vijeve kufizuese të fushës. Vjen pikërisht Nika për të mos rrezikuar. Skuadra e Luksemburgut mbetet në gjysmëfushën e Shqipërisë. Flamang me topin ndërduar. Pritet rridhonja topit në lojë. Schmidt. Mirë po Braja është vendosur mirë, Kadiolli. Topi që kontrollohet nga numri 8, Schuler. Schuler. Vjen në ndihmë të sulmit edhe Bersheild. Merlevede. Offside përsëri. Tjetër pozicion jashtëloje nga lojtarët e Luksemburgut. Nika. E mbyllin me lehtësi zonën lojtarët e Luksemburgut, portieri Jung. Topi që shkon tek Alves në dy luftim me numër 2 Bari. Ka faull, thotë norvegjese Zangene. Djederish. Pas numri 16 Borusko. Topi tek portiera dhe Jung. Djederish. Flamang. Mbyll Bushati. Rivën janësore është për Luksemburgun, ishte në dy luftim me numri 6 Mini, më fali. Flamang. Ndërë Nika. Edhe njerë Flamang.
Jemi afërsisht në 30 minuta lojë. Djetërish. Jung. E këthen edhe njërë të Djetërish. Flamang. Vjen edhe Alves, ndërhyrja është e Bushatit, tjetër faul, po këtë herë për Shqipërinë. Ndërhyrja e Alves në dy luftime me Bushatin është konsideruar faul. Vasa tek topi, pritet harkimi i saj drejt zonës së rrepsisë së Luksemburgut. Vasa kontrollon Jung. Jung. Bushati. Nuk e kontrollon si duhet Ago, edhe njëherë tjetër kontrollon topin në Luksemburgu. Flamang. Djetëri. Merë Gjonaj. Alves, por është Bushati që ndërhyr. Mini. Schuller në këtë kundërsul. I ka ikur Vasës në krahun e djathtë numri 8 i Luksemburgut, Schuller. Edhe njërë tjetër. Ishte Schmidt. Schuller dhe Bersheild që pasojnë me njëra tjetër. Rivan njësor përsëri për Shqipërinë. Kadiolli. Tjetër prejke e lojtarëve të Luksemburgut dhe tjetër rivënie me duar e Shqipërisë. Kadiolli. Ago. Nuk kuptohet me Bushatin, rrimarin topin Luksemburgaset me Alves, Djetërish. Topi pa adres. Minuta 32 dhe 13 minuta deri në përfundim të pjesës parë, gjithnjë 1-0 për Luksemburgun. Goli i Merlevedes në minutën 12. Ago. Brahaj. Nuk është Gjonaj në pozicionin e duhur për ta marrë atë top në thellësi ose pas shpinës së mbrojtjes së Luksemburgut. Jung. Largon topin Ndoci. Alves. Ka punë me Bari në krahun e majt. Schmidt. Schmidt, por ndërhyrja fundit është e numrit 5 Nika. Edhe një Alves. Më pas Flamang. Përpiqet ta bllokojë Ago. Mini. Nuk mbrit topi tek numri 8 Schuller. I vën jansori për Shqipërinë. Braj, nuk e kontrollon si duhet topin. Schuller. Schmidt. Lirohet mirë, Merlevede. Schmidt. Dhe vetëm goditje këndi. E treta për Luksemburgun. Harkimi i topit në zonën e Shqipërisë. Mini, bllokon Bushati. Djetërish. Pasim për Boruzën.
Mbyll Vasa. Schuler në krahun e djathtë. Më pas vjen edhe tashmë janë forcuar reshjet e shiut. Gjonaj. Flamang kërkon të marrë krahun e të majt. Flamang, ndërhyrja e barit rivan janësore për Luksemburgut. Dhe 5 minuta lojë. Mbetet gjithnjë në fuqi, goli i minutës 12 për Luksemburgu. Bushati me vështirësi e nxjerr topin nga zona. Ka dhe një lojtar të dëmtuar të Luksemburgut, Diederish. Ndërpret lojën norvegjezja Zangene për të ardhur në ndihmë njerëz për lojtarëve të dëmtuar në përplasje me Nikën. Por asgjë për të ushqetësuar, kështu që gjithçka do të nisë me top të diskutueshëm. Flamang. Edhe një herë tjetër topi diskutueshëm sepse ka rënë në këmbët e gjyqtares norvegjeze Zangene. Flamang. Diederish. Boruzo. Topi tek portieri Jung. Edhe një herë Diederish. Gjonaj. Mundo të rëmbej topin, e ka mbajtur me forcë Gjonaj. Alves. Ka një përplasje me Bari. Rivenjasore është për Shqipërinë. Ago. Blokohet për një çast. Ishte Mimi. Flamang. Diederish. Jung. Vasa. Nuk vjet plotësisht në kontrollin e topit që është marrë nga Luksemburgu. Gjonaj. Faul. Ndërhyrja numri 6, Mini është konsideruar faul. Një karton i verdh për Luksemburgun, që më sa kuptohet ka qenë për Boruzën. Vasa pranë topit. Vasa ky top drejtën në port, kontrollon Jung. Minuta 38. Gabon përsëri Nika në kontrollin e topit, ishte edhe ndosi. Schmid në dy luftim me Brahajn. Schmid ka probleme për kapitenin e Luksemburgut, ka Diolli. Topi për Gjonaj, por është më shpejt portieri Jung, që për paksa nuk rrezikoi me atë pasim për Flamang. Gjonaj ishte aty, mund të kishte përfituar. Edhe njërë Jung. Diederish. Gjonaj. Në krahun e djathtë. Gjonaj. Arkimi ulet i saj. Kontrollohet me lehtësi nga portieria e Luksemburgut Jung, që pret sa të vendosë skuadra për të rivën topin në lojë, ka bërë. Schuler dhe Vasa. Kontrollon kapiteni Kuqezi, vetëm rivën janësore për Luksemburgun. Tjetër largim topi nga numri 5 Nika, e tjetër i vën janësore për Luksemburgun. Nuk kontrollon si duhet Schuler.
Rivënia me duar, ndron krau, do tjetë për Shqipërinë. Vasa. Kërkon goditje dënimi luksemburgësit. E megjithatë vjen Mini. Hapet zona për Schmid. Kjo mundësia pa shfrytzuar për Luksemburgu. Gjonaj. Ago. Del me kundërshum Shqipëria, Kadiolli në krahun e majt. Kadiolli merr fundor, por pasimi i saj nuk gjen askënd në zonën e Luksemburgut. Largon Flamang për të mos rrezikuar. Dhe 5 minuta deri në përfundim të pjesës së parë. Bari. Edhe një tjetër ndërhyn Alves, e tjetër i vënë janësor për Shqipërinë. Bushati kontrollon Jung. Gjederish. Topi për Alves. Vjen Nika. Ago. Në druftim me Flamang. Ago. Ndërhyrja Flamang dhe rivën janësor për Shqipërinë. Ka shtuar intensitetin e sulmeve në këtë fund të pjesës parë Shqipëria. Me shpresën që do të mund të gjejë golin e barazimit për shkuar më qetë në dhomat e Çveçës. Në pushimi për 15 minutash. Tjetër i vënë janësore. Dhe 3 minuta, jemi në minuta 42. Edhe njërë tjetër bretet të Shqipëria në zonë e rrepsisë së Luksemburgut. Jemi gjithnjë në rivën janësore e treta rallëzi dhe të njëjtin drejtim të lojës. Bari. Por sëri të rrethot nga 3 lojtarë e Ago. Ka ardhur dhe kapitenja Schmid në ndihmë të mbrojtjes së Luksemburgut. Ago largon me vështirësi, megjithatë kontrollon Bushati. Brahaj. Përpiqet të vihet në pozicion ballor me portën e Luksemburgut. Ky kundërshum një shpejt ka dalë dhe portierja Mone e largon Kadiolli. Nuk ka ndihmën e pjesës tjetër të skuadrës për të dalë me pasim për në fundore. Kadiolli. Rivën janësor është për Luksemburgun. Edhe njerë Kadiolli. Sërish shtyhet Luksemburgu drejt zonës së rrepsisë së Shqipërisë me rivën janësore. Janë të shpeshta për të dyja skuadrat. 1-0 shifrat e goleve për Luksemburgun, 3-0 shifrat e goditjeve të këndit po për Luksemburgun.
një karton i verdh për Mikeshat. Në përgjithësi e kanë kontrolluar lojën dhe në ato momente kur kanë qenë të rrezikshme përballë Portës dhe kanë shfrytzuar. Shumë pak ka bërë Shqipëria në drejtim të sulmit. Mini. Më pas Shmid. Shpërthen Merlevede, është Nika aty, Merlevede. Shohim vendimin e Zagene, ka kërkuar pra për 11 metrësh për Luksemburgun. Ndërhyrja e Nikës ndaj Merlevedes. Disi me vonesë vendimi i norvegjezës. 1 minutë shtesë ndërkohë nga gjyqtarja 4 Jelena Kumer. Vetëm pasi ka komunikuar me asistenten, ka vendosur për 11 metrësh norvegjezja Zangene. Pranë topit Konsbruk. Konsbruk dhe portieri Amone. Konsbruk. Goditje dhe gjithçka përfundon në krahun e djathtë të Monës, 2-0 për Luksemburgun. Minuta 44. Pra 2-0 për Luksemburgun, Merlevede në minutën 12, Konsbruk në minutën 44, nga pika bardhë e penaltisë. Detyrohet Shqipëria të rinisë edhe një herë tjetër topin nga qendra. Ago. Ka ardhur në vërshëllima e fundit e norvegjezës Zangene, 2-0 për Luksemburgun, Merlevede në minutën 12, Konsbruk në minutën 44 me penalti. Një pjesë e parë kontrolluar nga Mikeshat me një epërsi të lehtë, por të konkretizuar në 2 raste. 15 minuta pushim dhe do të jemi përsëri me 45 minutë në 2 të ndeshjes Shqipëri-Luksemburg, e vlefshme për kombëtarët e femrave të moshës deri në 17 vjeç.
Rikthehemi edhe një herë tjetër të nderuar teleshikues në transmetimin e drejt për drejt nga Arena Kombëtare Shqipëri-Luksemburg për moshën deri në 17 vjeç në futboll për femra, kualifikueset e kampionatit evropian Liga B. Grupi B4, pjesa e parë siç e patë edhe nga transmetimi në RTS Sport, ka përfunduar 2-0 për Luksemburgun, merr Levede në minutën e 12 dhe Konsbruk në minutën e 44 me penalti. Ka rinisur loja pra. Kontrollon portieri Jung. Ndërkohë, Shqipëria ka kryer dhe zëvendësimin e parë. Në vend të Barit është në lojë Stalaj, rivënie fundore për Shqipërinë. Ago. Konsbruk, autori e golit të dytë me nga pika e bardhë dhe penaltis. Ndërton sulmi i Luksemburgu. Faul. Është Bushati që ndryshin ndaj kapitenit Schmidt. Boruzo. Konsburg. Shmang mirë Kadiolit. Vjen më pas Bersheld. Schuler. Nuk e vetë si duhet në kontrol topin. Vasa. Boruzo. E mban me forcë topin. Rivën janësore për Shqipërinë. Është dëmtuar numri 16 Allushi për asgjë për të shqetësuar. Vasa. Ndërhyrja e numrit 17 merr Levede, autorja golit parë për Luksemburgu. Vasa. Mini, e kthen por topin metra pas tek portieri Jung. Edhe njërë Mini. Pija të merët nga Kadiolli topi. Blokohet me njërë. Bersheld. Jung. Ndërton shpërthan Alvesh nga krau i majt, ka preket fundit nga Nika dhe rivën janësore është për Luksemburgun pranë zonës së rrepsisë të Shqipërisë. Sërish në kontrolin e topit Mikeshat, Boruzo. Bersheld nuk arrin topi, rivën janësore është për Shqipërinë. Bushati. Topi shkon tek Ago. Ago! Ka mundësinë e kundërsulmi Shqipëria. Gjonaj. Gjonaj. Kërkon një pikë pasimi. Gjen Bushatin. Bushati, topi në thëdhësh pas shpinës së mbrojtjes së Luksemburgut, kontrollohet me lehtësi nga Jung.
merr Levede, ka shmangur bukur numrin 3 Ndoci, merr Levede. Ndërhyrja Vasës, goditja 4 nga këndi për Luksemburgun. Nga këndi do t'jetë Schuller në krahun e djathtë të sulmit të Luksemburgut. Top në thellësi për pak sa nuk i afron golit të tretë Luksemburg se Schmid. Edhe një Schuller. Tek shtylla e dytë, por nuk është në pozicionin e duhur Alves, vetëm rivënie fundore për Shqipërinë. Përsëri gabohet në për Schmid dhe zgjatet portieri Amone. Minuta 50 më falin. Gjithnjë 2-0 për Luksemburg. Vasa. Kadiolli i hap rrugën topit, Kadiolli pritet Harkimi. Kadiolli bllokohet në momentin e fundit nga Bershel e vjen goditja e parë nga këndi për Shqipërinë. 4-1 goditja e këndit. Ndërkohë për të përmendur sot transmetimi i ndeshjes së Real Madridit Liverpool për Ligën e Kampionëve si dhe emisioni përpara dhe pas ndeshjes në valët në RTS 1 dhe RTS Sport. Kadiolli. Vasa. Edhe një herë tjetër Kadiolli. Përpiqet Gjonaj. Braj. Bushati. Vasa. Ky top që kontrollohet nga Jung. Përpiqet të ndërtoj, të rrezikojë në portën e Luksemburgut, mirë po në momentet caktuara dhe në shumicë të kësaj ndeshje mungon përqendrimi dhe finalizimi. Konsburg ka qenë më konkrete Luksemburgu. Dhe këte e tregojnë dhe shifrat e rezultate që janë 2-0 për të. Tjetër goditje dënimi. Ndërhyrja ishte e Bushatit. Djedjerish pran topit. Boruzo përpiqet të marrë topin numri 16 Allushi. Edhe një herë Djedjerish. Ago lirohet mirë. Ago kërkohet Kadiolli që duhet jetë më shpejt në krahun e majt. Kadiolli, por gjithçka në duart e Jung. Jemi në minutën e 53. Vasa. Krejtësisht pa adresë e gabuar, duke kuptuar se çfarë kërkon dhe të bëndë kapitenja e Shqipërisë. Mungon në këtë ndeshje me Hoxha, e cila në fakt ka qenë ndëshkuar me karton të kuq nga ndeshja e fundit në 24 tetor ndaj Kosovës 0-6 në Elbasan Arena. Vasa. Merr Levede. Është dëmtuar Vasa. Ka ndërprer lojën norvegjezja Sangene. Ndërkohë në koptarët e të rriturve. Me Luksemburgun është luajtur në 24 mars 2015. Në atë miqësore të fituar 2-0 nga Shqipëria që aso kohë drejtohej nga Altin Rakli.
pritet që në prill të hidhet edhe shorti për Ligën e Kombeve, që starton në shtator. Rikthehet, rivendoset Liga e Kombeve dhe në futbollin e femrave. Për t'i dhënë mundësinë që nëpërmjet Ligës Kombeve të mund të shkohet në kampionatin evropian. Por pa hequr dorë nga kualifikuesit klasike edhe për evropian edhe për botëror. Gjithsesi duhet pritur. Vasa larg jashtë vijeve kufizuese. Është me 10 lojtarë Shqipëria. Merlevede 3-0 për Luksemburgun. Shfrytëzon mirë gabimin e numrit 13 Stadaj. Jemi në minutën e 55, 3-0 për Luksemburgun. E njëjta lojtare pa të përfituar dhe në minutën e 12 në atë gabim të Ndocit. Shumë cinike për të përfituar nga gabimet e mbrojtjes së Shqipërisë. Janë 3 gabime dhe 3 gole të pësuar e 3-0 për Luksemburgun. Ernise dhe njërë topin nga qendër Shqipëria Bushati. Gjithçka më e lehtë për Luksemburgun, që duket se do të Shulje. Ndërhyrja e Vazës, tjetër rivendje anësore për Luksemburgun, mbetet gjithmonë në zonën e rrepsisë së Shqipërisë. Schmid, më pas Konsbrug, Djedjerish. Kthehet topi tek portieri Jung, e ka braktisur zonën e saj të rrepsisë. Brahaj, shmanget bukur. Brahaj. Rihablojë në krahun e djathtë, por nuk mbrin topi tek Gjonaj. E vetëm rivendje anësore për Shqipërinë. Zëvendësim tek Luksemburgu, numër 9 Silva Moreira do t'ja lërë vendin, do t'hy në vend të Minit, pra minuta e 57, ndrimi i parë dhe për Luksemburgu. Beatriz Silva Moreira. Tjetër kundërshulmi Luksemburgu, por Merle ishte Alves që nuk përfitoi. Largon me vështirësi topin jashtë vijeve kufizuese të fushës. Vasa i rivendje anësore për Luksemburgun. Ndërkohë Shqipëria bëhet gati për ndrimin e dytë, është Hasa që do të futet në fushën e lojës. Kontrollon Mone. Ago. Kërkohet Kadiolli me vështirësi, por e merr krahun. Kadiolli në kontrollin e topit në dy luftim me numrin 2 Bershel. Prekja saj e fundit dhe goditja dytë nga këndi për Shqipëri. Tjetër zëvendësim, pra largohet Kadiolli e në lojë Hasaj.
në minutën e 59, ndërrimi i dytë i Shqipërisë. Vasa. Kjo goditje jashtë. Provoi pra Ago. Vetëm rivënje fundore për Luksemburgun. Kosburg në do luftim me Brian. Benshade mbyll mirë Hasaj. Prekja fundit ishte numrit 9 të Luksemburgut, Silva Moreira. Hasaj. Vasa. Gabon në pasim. Jung. Nika, por dhe Schuller. Ndërkohë që ka lëvizje tek Luksemburgu, Schuller ka kaluar në krahun e majtë të sulmit në mbështetje të Merlevedes, e ndërkohë e sapo futur Silva Moreira është në krahun e djathtë, Alves pas shpinës së tre sulmuesve. Është kjo lëvizja taktike e Luksemburgut. Brahaj. Tjetër goditje dënimi. Pak më e tërhequr kapiteni Schmidt ka hyrë më mbretësi të pjesës së lojtarëve që vendosen para mbrojtjes së Luksemburgut. Është kthyer në dyshën me së bashku me Konsburg. Ka goditje dënimi për Luksemburgun në krahun e majtë të sulmit. Largon me vështirësi ndosi. Ishte Nika. Kjo goditje e vjen goditja 5 nga këndi për Luksemburgun, prekja fundit ishte e Nikës. 5-2 goditje e këndit. 3-0 shifrat e goleve për Luksemburgun. Harkimi i topit, shumë i dobët, ka larguar Gjonaj, por me gjithë gjithçka është në kontrollin e futbollistëve të Luksemburgut. Kjo goditje është vetëm rivënje fundore. Provoi pra të ngacmonte me gjuajtjen nga distanca rreth 25 metra. Bershelt, Alves, vjen Schmidt, i mbyll rrugën Hasaj, Brahaj, Alushi, Vasa, përpjekjet ndërtoi kundër sulmit Vasa, e vonon pasimit, Ago, por është për shpejt Jung. Jung. Duhet dali Mone, kontrollon. Mone. Bushati. Edhe një herë tjetër mundësi kundër sulmit për Shqipërinë. Bushati. Kërkon një shoqë të lirë, shkon Spruk që i ndërhyr. Edhe një herë Bushati. Alushi, Vasa. Në dy luftim me numrin 2 Bershelt dhe rivënja anësore për Shqipërinë. Hasaj. Brahaj. Alves.
Edhe një Alves e merr me forcë Schmidt në kundërshtim Luksemburgu. Por gabon në pasim kapitenja Hasaj. Ishte numri 13 Stadej. Ago. Edhe një herë topi në të majt për Vasën. Vasa. I ka ikur Bershelt. Vasa. Kjo goditje qendrore dhe drejtën e duart e portierës Jung. Jung. Mbyll Bushati. Ago. Vasa. Vasa sërish tenton nga distanca. Topi në duart e Jung. Stadej. Në dy luftim me Schuler, rivan janësore për Shqipërinë. Interesi pak sot nga shikuesit kryeqytetës, tifozët kryeqytetës, pra ndoshta dhe ora e papërshtatshme. Përgjithsesi, këto vajza të reja që nesër do të jenë në ardhmja e futbollit femër dhe duhet ta kishin ndjerë ngrohtësinë e sportazëve. Pavarësisht paraqitjes së tyre, që vazhdon të lërë për të dëshiruar. Dy zëvendësime tek Luksemburgu. Do të largohet Merlevede, autorja 2 goleve, e në lojë Tara. Ndërkohë largohet edhe numri 3 Flamang, e në lojë numri 18 Radzovic. Jemi në minutën e 63. Tre zëvendësime tek Luksemburgu, 2 tek Shqipëria. Vasa. Shumë pa adresa jo. Ajo përpjekje pas shpinës së mbrojtjes së Luksemburgut. Silva Moreira. Konsburg. Zbret mirë Luksemburgu. Schuler ndërhyrja e Stadejt, edhe një herë numri 8 i Luksemburgu Stadej. Rival janësore. Braj. Ago. Gabon në pasim. Bershelt. Konsburg. Schuler mbyll Nika. Goditje këndje 6 për Luksemburgun. Gjashtë me 2 goditje këndit. Harkimi I topit. Largojnë mbrojtësit. Edhe një herë. Alushi. Vasa. Ndoci. Nuk e ndjek Hasaj, e tjetër rival janësore për Luksemburgun. Bershelt.
E merr Allushi. Djederish. Jung. Djederish. Boruzo. Konsbruk, qarkullon topin Luksemburgu. Kërkohet dhe numri 15, Tenra. E ka mbajtur topin me forcë. Tenra. Shpaget bukur, me vjen Hasaj, për t'i dhënë goditjen 7 nga këndi Luksemburgut, ka larguar topin për të mos rrezikuar më tepër. Vasa. Djederish. Schmidt. Ja ka marrë topin Brahaj. Ndërhyn Djederish. Edhe njërë Bushati. Sërish gabohet. Bershelt. Boruzo. Vjen dhe Jung. Konsbruk. Konsbruk. Bushati. Gjonaj. Edhe i erë Bushati. Një shumicë pasimësh të gaburën nga lojtarët tona. Radzovic. Shuler, me jetë e mbyllë në doci. Ago. Bushati. I marrin edhe njërë topin Luksemburgësit. Schmidt. Gjithçka nis nga portierja Jung, ka gjithmonë në kontrollin e topit Luksemburgu. Kemi mbërritur në minutën 28, minuta 73, pra 3-0 për Luksemburgu. Mone delet dhe mbërthen topin. Edhe njërë tjetër, Braj. Allushi. Bershelt. Djederish. Stadaj. Braj. Më pas Vasa. Vasa, por mbyll Djederish me gjithse në vëshërsi. Përse i topi për kapitenin e Shqipërisë Vasa. Rozela Vasa. Përpiqet Ago. Shule. Tera, topi për Jung. Kontrollon më pas Braj. Vasa, në krahun e majt, Vasa, i është mangur bukur Bershelt. Vasa. Tjetër pasim edhe një Ago, por shkakton faull numri 9 i Shqipërisë ka tërhequr për Fanelle nga pas lojtarën e Luksemburgut.
Tërhoqi Boruzo. Kështu që kemi goditje dënimi për Luksemburgun. Jung. Ndolci. E merr Tenra, por edhe një herë Ndolci. Më pas Schmidt. Schmidt. Konsbruk. Zhvendosi dorë e krahun e djathtë për Tenra, por është Ndolci aty. Ndolci. Ka një lojtar të dëmtuar të Luksemburgut. Është ndërprer loja. Kërkohet dhe asistenca mjekësore. Edhe 15 minuta deri në përfundim të pjesës të dytë dhe këtij takimit. 3-0 për Luksemburg. Si duket është dëmtuar Alves, e cila mendimin e stafit mjekësor përcjellet për jashtë vijeve kufizuese të fushës. Rinis loja me rivënjën lëndësore të numrit 2 Bershejt. Tjetër ndërprerje loje është dëmtuar kapiteni i Shqipërisë Vasa. Duke se kur ka përplasur me njëra tjetër, Vasa dhe numri 15 i Luksemburgut Tenra. Prekja fundit e Vasas, ndërkohë Shqipëria bëhet gati për zëvendësimin e tretë. Jashtë fusës lojës Hysa. Largohet Gjonaj. Pra, minuta 77. Largohet Gjonaj e në fushë Hysa. Vjo të luhet në nërleshjet e shiut në arenën kombëtare. Ko e ftohtë. Jo e ftohtë jo vetëm për shkak të temperaturave, por përmendëm edhe për shkak të interesit të pagët. Vasa. Topi kontrollohet nga portieri Jung. Konsbruk. Nuk e kontrollon si duhet Tenra dhe kemi rivënjë anësore për Shqipërinë, që do të ekzekutohet nga Hasaj. Ndoci. Mone. Ago. Ndërën Konsbruk për një qast. Schmidt. Edhe njërë Konsbruk.
E merr Allushi. Ago. Pushati, por nuk mbrit topi tek Ago dhe kontrollohet gjithçka nga Jung. Jung. Ago. Allushi e Vasa nuk kuptohen me njëra tjetër, kështu që gjithçka kontrollohet nga Luksemburgu. Ndoci. Konsbruk kërkohet tenra në krahun e djathtë, por është më shpejt Ndoci për ta mbyllur dhe vetëm rivën jancore për Luksemburgun. Ago, Vasa, Brahaj, Bushati, Hasaj, Allushi, Hysa, nuk ka asnjë lojtare të Shqipërisë pas shpinës së mbrojtjes së Luksemburgut për të rrezikuar. Bershel. Bershel. Boruzo. Jung. Bushati. Ago. Nuk ndërhyn gjyqtarja Zagene, mund të kishte edhe goditje dënimi për Shqipërinë. Jung. Hasaj. Ndoci, Vasa. Hyrja e Allushit, rivën jancore për Luksemburgun. Edhe 8 minuta deri në përfundim të krejt në takimit. 3-0 për Luksemburgun. Merr levete në minutën 12 dhe 55 dhe Konsbruk në minutën 24 me 11 metrash. Përplasje midis Shmit dhe numri 18 Hasaj dhe një herë tjetër nuk ndërhyn norvegjesja Zagene. Ago. Ago midis dy lojtarëve të Luksemburgut. Ago kërkon të marrë fundore. Ago. E ndërhyrja fundit është e Boruzos, rivën jancore për Shqipërinë. Vasa, përpiqet të çaj nga jashtë brenda. Tjetër rivën jancore për Shqipërinë. Hasaj. Brahaj. Stalej. Shule. E Merago. Ago, mbor nuk ka forcë për të shkuar përpara edhe një herë tjetër Allushi. Ago nuk gjen pozicion e goditjes, ndërkohë ndërpritet loja për të ardhur në ndihmë në Ndocit. Është dëmtuar. Kërkohet dhe asistenca mjekësore. Jemi në minutën 39 ose më saktë 84 tjetër zëvendësim. Ndërkohë do të kemi ndrim tek Luksemburgu midis portierëve, pra largohet Jung e në lojë
Schmartz. Minuta 84 pra. Zëvendësimi 4 tek Luksemburgu. Loja vazhdon të jetë ndërprerë për shkak të ndocit, të dëmtimit të ndocit pra. Përsëri probleme me ndosin është përsëri në fushën e lojës. Kërkohet dhe Barela nga Norvegjia Zangene. Rifillon loja me topin e diskutueshëm. Ndërkohë që Ndoci është gati për lojë. Jemi në 4 minuta e fundit të kretë ndeshjes 3-0 për Luksemburgun. Dëshojmë se sa minuta shtesë do t'japi gjyqtarja e 4 Jelena Kumer. Janë bërë deri tani 7 zëvendësime. Dhe më së shumti ka patur dhe ndërprerje për shkak të ndërhyrjeve të stafeve mjekësor të dyja skuadrave, kështu që përgjithsisht duhet të jenë diku tek 7 minuta shtesë. Largon Alves ka rivënjansore për Shqipërinë. Hasaj. Ago, shmaget bukur. Ago, vonon pasimin me jetë preferon të ta zhvendos lojën tek numër 14 hysa. Mbrin Bersheld Jung. Vasa. Sërish Vasa. Rivënjansore për Luksemburgu. Hasaj. Schmidt. Djederish. Më pas Schuller. Schuller që kërkon të marrë fundoren. Schmidt. Tashmë numri 8 i Luksemburgut prej minutash edhe për shkak të zëvendësimeve të Luksemburgut. Ka marrë vendin e mbrojtësit së djathtë në vend të Flamëng, ndërsa Tenra e Radzovic janë në vijën e parë të sulmit. Shumë lëvizje brenda skuadrës trajneri i Luksemburgut Daniel Santos përmend të gjitha mënyrat, taktikat, sepse diskutimin për vendin e parë për të ngjitur në Ligën A do ta ketë të shtunën me Islandën.
Jung, më fali ishte përdjerja e dytë Schmartz. Edhe një tjetër rivën janësor për Shqipërinë. Vasa, Bershejl, Hasaj, Brahaj, edhe njërë Hasaj, nga bodë në pasim. Boruzo. Vasa. Kontrollon Schmartz. Ishte në dy luftim me numrin 14 hysa. Në vërshësi, për gjithsesi topin e kam përthyer me të dyja duart. Tashpër ka përfunduar dhe koha rregullt, jemi në minutat shtesë të ndeshjes. Tjetër rivën janësor ka rënë disi niveli i lojës. Luksemburgu e ka marrë 3 pikëshin e parë të këtij raundi të dytë. Ndërkohë që Shqipëria moshës deri në 17 vjeç mbetet tek ajo fitore e 21 tetorit të vitit të kaluar me Moldavinë 9-1, të gjitha ndeshjet e tjera i ka me humbje, 5-2 me Maqedoninë e Veriut, 6-0 me Kosovë dhe 3-0 me Luksemburgun. Rikthehet në fushën e lojës ditën e martë në orën 11:30 përballë Islandës për të mbyllur këtë edicion të kualifikuesve të Kampionatit Evropian 2023. Ago, Schmid, Bershejl, Arkimi saj, largojnë mbrojtësit, Alushi. Schmid. Schuler. Schmartz. Boruzo. Qarkullon topin Luksemburgu edhe një herë Schmartz. Stalej. Rivën janësori për Shqipërinë. Stalej. Kthehet topi tek portieri Schmartz nga numri 11 Konsbruk. Vasa. Vasa e pret Schmartz. Jemi në minutën e 2 të shtesë. Tenra. Vasa. Vasa në këtë shpërthim në krahun e majt. Vasa. Ka faul. Konsiderohet nga Zangen e faul ndërhyrja e Bershejl ndaj kapitenit së Shqipërisë, goditë dënimi për Shqipërinë në krahun e majt në pozicion diagonal me portën e Schmartz. Vasa. E largon kapiteni Schmidt. Edhe njërë Vasa. Hasaj. Sërish Vasa. Vasa. Prejkja e numrit 16 Boruzo dhe goditja 3 nga këndi për Shqipërinë. 3-7 goditja të këndit. 3-0 numri shifre dhe goleve për Luksemburgun. Vasa nga flamuri i këndit. Vasa kontrollon godet Traun, por topi kishte kaluar, vjen kështu që do të kemi rivënje fundore, por vjen vëshëllima e fundit e Zangene, 3-0 për Luksemburgun. Merr levete në minutën 12:55 e Konsbruk në minutën 44 me 11 metrash.
Një ndeshje kontrolluar nga Luksemburgu, cinike dhe shfrytëzoi maksimalisht 3 gabimet e mbrojtjes së Shqipërisë për të shënuar 3 gola për të marrë 3 pikë. Kështu që nis raundi i dytë me humbje për Shqipërinë e trajnerit Agustin Kola, me 21 mars do të jetë në fushën e lojës përballë Islandës, ndërkohë që të shtunën Islanda do të luajë me Luksemburgun në orën 11:30 në arenën kombëtare për vendin e parë në grupin B4. E deri në transmetimin e ardhshëm, një mirupafshim nga unë Gjergj Gjyshka.